Oferta një avioni luksoz nga familja mbretërore e Katarit për Donald Trump, që synohet të përdoret si avion presidencial në vend të Air Force One, ka shkaktuar reagime të forta. Tradita e dhuratave diplomatike është e hershme dhe SBA ka një sistem të rrept për menaxhimin e tyre. Ato regjistrohen, vlerësohen dhe zakonisht depozitohen në arkiva ose biblioteka presidenciale, përveç rasteve kur zyrtari paguan vlerën e tregut për ta mbajtur atë personalisht. Në të kaluarën, presidentët amerikan ka marrë dhurata nga më të pazakontat, qilimat me fytyrat e tyre, biçikletra, lodra prej pellushi, madje dhe dragoj komodo. Donald Trump vete ka marrë një pikturë nga presidenti El Salvadorit dhe shkompi golfi me vlerë $250.000 nga kryeministri japonez. Por oferta nga Katari, një Boeing 747-8 me vlerë rreth €360 milion është ndryshe. Ajo përbën dhuratën më të kushtueshme që është bërë ndonjëherë një presidenti amerikan dhe ka ngjallur shqetësime për shkelje të kushtetutës, e cila ndalon pranimin e dhuratave nga fuqitë e huaja pa miratimi nga Kongresi. Ndërsa Donald Trump e ka quajtur të padrejtë refuzimin e një dhurate të tillë dhe ka theksuar se nuk do ta përdorë për qëllime personale pas mandatit. Demokratët e ka kundërshtuar hapur këtë qendrim. Zyra e shtypit të shtëpisë së bardhë shprehur se çdo veprim do të jetë në përputhje me ligjin dhe do të garantojë transparencë të plotë.